Mirë mëngjes njerëz, ja ku jam edhe këtë javë këtu në Radio Sol në emisionin Mesazhi i Yjeve, si për horoskopin e si për poezinë. Radio Sol 89, rrjetet sociale i dini vet, dhe edhe sot në këngën që do t'u flas, do të trajtoj tematikën e këngëve kundër luftës. Ju thash rrjetet sociale i dini vet, unë them që duhet na ndiqni si në radio e si në rrjetet sociale në adresat Sol 89. Përpara se t'ju flas për këngën, për mesazhin dhe poezinë, për tekstin e saj, po ju lexoj ose po ju tregoj, po ju rekomandoj horoskopin. Dashi. Në kontekstin e ideve krijuese që ndrojnë rrënjësisht jetën, poeti francez Edmond Jabet, i shenjës dashit, thoshte: për një shkrimtar të zbuloj se çfarë vepre do të shkruaj është një mrekulli dhe në të njëjtën kohë një plag me të gjithë mrekullinë e saj. Figurativisht, me mrekullinë e plagës, ka dashur të thotë atë çka njeriu ndjen kur merr një plag, shqetësimin, dhimbjen, kurimin deri edhe shërimin e saj. Edhe ti o dash, burra grua qofsh, je pikërisht në këtë moment. Në periudhën në vazhdim do të përjetosh më së miri atë çka je duke bërë, plagët që të ka shkaktuar dhe kurimin dhe mbylljen përfundimtare të këtyre plagëve. Do të kthehet e gjitha kjo, do të kthehet në një kënaqësi e ndoshta do ta quash edhe lumturi atë çka e kaluar e që nuk do të përsëritet kurrë më. Dem, burra grua qofsh. Po e filloj duke të cituar një thënie të filozofit Ludwig Wittgenstein, edhe ai i lindur në shenjën e Demit më 26 prill 1889. Ai ka thënë: në qoftë se një njeriu i vjen ideja të shtyj e jo të tërheq, dijeni se ndjehet i burgosur në një dhomë dhe, edhe pse dera nuk është e kyçur, ai nuk e hap dot se ajo hapet duke e tërhequr. Dem, burra grua qofsh, kam përshtypjen se edhe ti në këtë moment je në një situatë të tillë. Çfarë ke ndërmend të bësh? Jo, më thuajini qofse gaboj. Dem, burra grua qofsh, kam një ide. A të bëj një propozim dhe nuk ka rëndësi ne e pranon apo jo këtë ide. Zëre se nuk ta kam thënë, por një eksperiment duhet ta bësh. A ka mundësi që atë derën që nuk po hap dot ta tërheqësh në vend që ta shtysh dhe të shohësh çfarë do të ndodhë? Propozimi im është: a ka mundësi të provosh një mënyrë tjetër për atë çka do të realizosh dhe të mos ngelesh këmbgulës në tënden? Se mund të jetë edhe gabim. Binjakët. Binjak, burra gra qofshi. Duhet ose kisha qef të bëja një koment për ngjarjet e fundit politike, sepse unë nga njëherë në horoskopin një përgatis fuse dhe ca shembuj dhe bëj ca komente që duken ose që duken sikur janë politik. Dhe gjithse kush nga ju ka të drejtë të thotë çyn politika në jetën time. Base edhe për ju o binjak, burra gra qofshi, javët në vazhdim do të hyjë politika që ç'ke me të. Po u them edhe sepse pa kënaqësia juaj për sa i përket ngjarjeve politike dhe pasojat që ndoshta sjell do të jenë shkak ndoshta për të mos qenë edhe shumë të lumtur. Prandaj o binjak, burra grua qofsh, po të para lajmëroj ose po të lajmëroj ose po të këshilloj që politika dhe fenomenet që e shoqërojnë ose politika dhe fenomenet që i shoqërojnë në këtë periudhë duhet t'i mbash larg nëse do të jesh i qetë dhe i lumtur në hallin tënd. Mos u merr me politikën. Politika është tjetër gjë, e bën tjetër kush për të tjera motive. Ti ke ca gjëra më konkrete në dorë. Merru me to. Gaforia. Gafore, burra a gra qofshi. Për këtë javë këshilla ime për ju, ose të paktën ajo mënyra se si unë interpretoj mesazhin e yje për ju, përmbledhet në një fjali të vetme. Por përpara dua t'ju tregoj diçka. Edhe unë jam gafore, sikundër ju që më dëgjoni.
Para ca vitesh, kur isha në Las Vegas, se kam qenë në Las Vegas, shije një spot televiziv, një reklam për një hotel luksi dhe kazino që sapo ishte inauguruar në atë kohë. Hotel kazino e quhej The Cosmopolitan, ose thjesht The Cosmo. Spoti fillonte me një grua tepër elegante që gjatë një banketi afronte pjatën pranë fytyrës dhe lëpinte atë çka kishte ngelur nga ushqimi shumë i shijshëm. Skena tjetër tregonte një burr të veshur me shumë elegancë që rinte i gjynjëzuar në dysheme me duart e mbështetura për dhe, për t'i shërbyer si karrike një gruaje e cila po bënte tualet duke përdorur sipas qyr si përfaqen e shkëlqyer të një kpuce llostrafin me një tak shumë të lartë. Dhe pas kësaj dilte i shkruar zlogani: egzagjerime po, por aq sa duhet. Kjo kishte të bënte natyrisht me kazinon, që duhet luani njerëzit pa egzagjeruar për të mos i lënë të gjitha në kazino. Ky duhet jetë edhe zlogani juaj i kësaj jave, ose duhet jetë edhe zlogani jon, meqense edhe unë jam gafore për këtë javë. Ne gafore, bura gra qofshim, teprime po, por me mas. Luani. Në vitin 1928, biologu britanik Alexander Fleming, i shenjës së luanit, revolucionarizoi mjekësinë duke zbuluar penicilinën, antibiotikun e parë në gjendje të shëronte një sër sëmundjesh të provokuara nga baktere të ndryshme. Zbulimi i penicilinës u bë i mundur vetëm nga fakti që Alexander Fleming, përpara se të ikte me pushime, nuk e kishte pastruar laboratorin. Ndërkohë që ai ishte me pushime, kulturat e baktereve me të cilat po punonte zun myk dhe u elmuan ngordhën. Ky myk ishte penicilina. Luan bura grua qofsh, parashikoj që edhe ty së shpejti do të ndodh një aksident i vogël në dukje, por që do të jetë shumë fatësjellës për ty. Me shumë mundësi do të ndodh që nga pakujdesia, nga të lënit e gjërave në parregullsi, në thonjza, do të zbuloni një gjë të jashtëzakonshme. Mos haro, o Luan, bura groa qofsh, se parregullsia solli në dritë të vetmin antibiotik të zbuluar deri më sot. Virgja Resha. Në librin The Rough Guide to Climate Change, udhëzime të parafërta për ndryshimet klimatike, shkrimtari amerikan Bob Hanson, i shenjës Virgja Reshës, flet për 5 vende që duhen vizituar përpara se ngroja globale t'i ketë shkatëruar. Një nga këto vende është Rocky Mountain National Park në Colorado të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shumë prej pemëve të këtij parku janë shkatëruar nga një lloj brumbulli i pishave, të cilët deri më sot ishin si thua në një farë mënyre nën kontrollin e ngricave dimërore, përpara se klimat fillonte të ndryshonte. Bariera e madhe e korraleve në Australi, apo akujt alpin të Zvicrës, janë 2 bukuri të tjera natyrore që po ndryshojnë me shpejtësi formën e tyre. Kthehemi tek ju Virgja Resha, bura gra qofshi. Mbajeni parasysh, asgjë nuk ngelet e pandryshuar dhe e përjetshme. Jeni në një moment, o Virgja Resha, bura gra qofshi, që duhet të shfrytëzoni të gjitha rezervat e mrekullueshme që janë në transformim e sipër. Kjo vlen në punë, vlen në familje, vlen edhe në qejf. Mbase jeni në një moment që duhet të udhtoni e të shplodheni, e të karikoheni si emocionalisht e si profesionalisht. Këtë nuk di t'ua them me saktësi. Thjesht mendimi im, këshilla ime ose interpretimi i mesazhit tyjeve është: merrni ca pushime. Peshorja. Në të shkuarën, fjala, termi bastard, ishte një term tallës, për të treguar një fëmijë të lindur nga prindër që nuk ishin të martuar. Ishte një fjalë, një term që pasqyronte kodin moral
të një periudhe të shkuar që e konsideron të skandaloze një lidhje jashtë martesës. Ky paragjykim, besoj në ditët e sotme, është ka përcyer. Sipas një statistike të publikuar nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Centers for Disease Control and Prevention, me akronimin CDC, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 40% e fëmijëve lindin nga nëna beqare, pra nga nëna jashtë martese. U atregova këto peshore burra Graqofshi për të nënvizuar faktin që jo të gjitha gjërat e ndaluara ngelet të ndaluara për gjithmonë. Një gjë që dikur ishte e padiskutueshme, e ndaluar apo jo e lejuar, sot mund të jetë një nga gjërat më normale. Po ta them o peshore burra grua qof, sepse është momenti që ti të çlirohesh nga një tabu që nuk të duhet më, që nuk ka më kuptim, që nuk ka më sens. Hapu peshore, hapu, janë kohë të tjera. Akrepi. Njerëz së shenjës së akrepit është një libër që titullohet Faking It: How to Seem Like a Better Person Without Actually Improving Yourself. Që në shqip do të thot, ose unë mendoj që do të thot, të shtiresh. Si të dukesh një njeri më i mirë pa e përmirësuar veten. Supozojmë se ju njerëz të shenjës së akrepit këtë libër e keni në shtëpi. Supozojmë. Unë nuk ju them që ta merrni ta hidhni në plera, sepse jam për lirinë e fjalës, edhe sepse fakti i shtirjes është kundër moralit tim. Por duke respektuar lirinë e fjalës së të mendimit, më lejohet t'ju këshilloj që sugjerimet të tilla si shtirja t'i lini pas krave dhe të mos i merrni më në konsiderat. Akrep. Burra grua qofsh. Në këto muaj të mbetura të këtij viti, 6-7 muaj se janë, ju këshilloj që të bëheni vërtet më të mirë. Mos u shtirni sikur jini. Jini me të vërtet të mirë. Shigjetari. Aktori dhe komiku amerikan Steven Wright është i shenjës shigjetarit dhe mburet duke thënë se ka ndjekur një kurs për të shkurtuar kohën e pritjes. Tani, thot ai, u mund të pres dhe 1 orë për 10 minuta. Pra ka mësuar se si mund të pritet gjatë duke mos e ndjerë kohën e pritjes. Po ta them ty o shigjetar burra grua qof, sepse dhe ti në ditën të vazhdim do të karakterizohesh nga një aftësi e ngjashme. Në qoftë se do të kesh durim, pak më shumë se zakonisht, rezultatet do të arrijnë më shpejt e do të jenë më të kënaqshme. Problemi yt i vetëm o shigjetar, burra grua qofsh, është se do të duhet të jesh vërtet i qetë e i pakontraktuar dhe i gatshëm të presësh dhe rezultatet e pritura do të vinë, por në qoftë se ti o shigjetar, burra grua qofsh, do të shtiresh sikur je i qetë e i durueshëm, gjërat të siguroj që nuk do të funksionojnë. Haroje shprehjen edhe durimi ka kufi. Fiksohu te shprehja i duruari, i fituari. Britsjapi. Në mesjet njerëz, poeti francez André Le Chapelain thoshte se martesa ishte armiku më i madh i dashurisë romantike, ndërsa në veprën e kompozitorit Richard Wagner, Tristani dhe Izota, protagonisti i pjesës i vërsule dritës së ditës duke i quajtur armike të dashurisë. Ndërsa botuesit e librit Gatishmëria dhe reflektimi në mendimin e Kierkegaard, një tjetër teori kjo, thot kapitalizmi që fetishizon seksin është armiku i vërtet i dashurisë. Të gjitha këto pohime janë të vërteta, unë Britsjap, burra grua qofsh, por ty, në momenti që ndodhesh, sikur nuk të interesojnë shumë, atëherë dëgjom mua. Armiku më i madh i dashurisë, o Britsjap, burra grua qofsh, është të mos dëgjosh. Është detyra jote për këtë javë, e vetmja detyre jotja për këtë javë
E vetmja detyre jotja për këtë javë është të dëgjosh. Mos përfillja nuk është aleati yt. Ujori. Kënaqësia më e madhe në jetë është të bëjmë atë që të tjerët na thonë që nuk jemi në gjendje kur ta bëjmë, ka thënë gazetari anglez Walter Baggot i shenjës ujorit. Unë personalisht nuk mendoj se kjo është kënaqësia më e madhe për njeriu, por pa diskutim ka kënaqësinë e vet. Të thonë për një gjë që s'ke për ta bërë dot kur dhe të arrish ta bësh, ka dhe kjo kënaqësinë e vet. Nuk është më e madhe në botë. Ujor, bura gra qofshi, a mund t'ju këshilloj që në javët në vazhdim të eksploroni pak mundësitë tuaja? Shenjat që japin yjet, mesazhi i ardhur nga yjet pra, lët kuptor se jeni në momentin ideal për të përfunduar një projekt, një ide, një lidhje të cilën ka kohë që e keni nisur me shumë dëshirë, me shumë dashuri, por që të tjerët ju kanë thënë se nuk do t'ja dilni dot. Ujor, bura, gra qofshi, do t'ja dilni, nuk e them unë, e thonë yjet. Peshit. Pesh, bura, gra qofshi. Sot për ju kam zgjedhur dy shembuj. Njëri është i atij kanadezit me emrin William Treble, që është i shenjës peshqve, i cili hyri në histori sepse mblodhi më shumë se 1000 lule tërfili në një ditë të vetme, dhe shembulli tjetër është një shoqes time, Ilda, po e shenjës peshqve, e cila duke u kthyer nga Durrësi, metaforikisht, ndërsa ngiste makinën i kaluan përpara 2 mace të bardha në të njëjtin moment. Edhe pse duken si të egzageruara, dhe ka pak rastësi, mund t'jetë i rrallë rasti, këta dy shembuj që ju thash përsëri janë një hiç në raport me atë fat që po ju pret juve o peshq, bura, gra qofshi. Edhe një gjë tjetër. Dy shembuj që ju tregova ishin një fat, një rastësi ndoshta, që nuk i shërben askujt. Fati që ju pret juve o peshq, bura, gra qofshi, do t'jetë konkret dhe tepër i vlefshëm, i dobishëm apo fitim prurës. Peshq, bura, gra qofshi, mund t'jetë edhe një fat në dashuri. Mos e harroni as këtë.